Në teatrin Zilni Sako në Gjirokastër u ngjit mbrëm në sken drama Rendiri e dramaturgut spanjoll Sergi Pomperpai, një vepër emocionalisht komplekse që trajton tema të forta shoqërore dhe psikologjike. Shfaqja erdhi nën kujdesin e kryetarit të bashkisë Flamur Golemi dhe produksionit teatrit Shëtitës Çajupi. Regjia mban firmën e Kiçolondos, ndërsa në role interpretojnë aktorët Era Caushi, Joana Karaj, Aleksandër Kondi dhe Igli Fusha. Drama zhvillohet në një ambient të pazakont, një repart autopsie të ku përplasen personazhe të ndryshëm mes frikës, urrejtjes dhe dëshpërimit, duke sjellë një reflektim të fortë mbi drejtsinë, dhunën dhe krizën sociale. Që në momentin e parë që e morëm, mendojmë se kjo është shumë aktuale për një popull i cili vuan gjithçka, sidomos papunësinë tani, legalizimet e pronave, gjërat, ishte shumë aktuale dhe ishte shumë afër nesh, afër realitetit tonë. Dhe pse kjo pjesë është bërë në realitetin e Spanjës në 2014, po kjo është shumë tek ne. Dhe ishte shumë e lehtë, le të themi, për të perceptuar, se dhe shumë e qartë, që ne të bëshim zëri i këtyre njerëzve dhe vetes tonë rreth parë. Dhe i gjithë njerëzve që përfaqësojnë këtë lloj shoqërie. Shtresa e mesme e Shqipërisë është ajo që ne e dim shumë mirë. Dhe jam shumë e lumtur dhe krenare që munda të ngre një zë në sken për realitetin që ne po jetojmë. Është era e parë për mua në Gjirokastër, më pëlqeu shumë. Urime për gjithë restaurimin që keni bërë ke teatri, ka nevojë për shumë gjëra tjera. Ndoshta detaje të vogla, por që janë shumë komode për komoditetin e aktorëve. Gjëra duken detaje të vogla, por që ato bëjnë diferencën për të qenë rehat pastaj. Shumë e mirë. Faleminderit që na pritët, faleminderit dhe bashkisë që na i bëri të mundur që ne të vinim këtu. Dhe faleminderit teatrit që na pranoi, na hapi dyert për këtë projekt privat. Faleminderit. Më në fund sollëm në sken një shfaqje që për mua do ngelet gjatë në kujtes, ishte një tekst dramaturgjik shumë i bukur. Kemi bërë një punë shumë të bukur, ka qenë një grup që ka punuar me shpirt, sepse kjo është një nga ato pjesë që mendoj unë çdo aktor do të lejë një copë të shpirtit në këtë pjesë, sepse përjetimet emocionale që kalon aktori janë shumë të vështira. Dhe ndihemi lumtur që premiera ishte në qytetin e Gjirokastrës, në këtë skenë ndihem rehat dhe shpresoj që publiku ta ketë shijuar këtë pjesë dhe t'i ketë marrë mesazhet. Është një pjesë shumë aktuale dhe shpresoj që të pritet ashtu siç u prit dhe në këtë teatr, në gjithë teatret e tjerë, pasi pjesa do jetë një pjesë që do jetë turne pothuajse në gjithë qytetet e Shqipërisë. Jam shumë i lumtur, e them edhe një herë që premiera ishte në qytetin e Gjirokastrës. Teatri Shëtitës që është vazhdimisht bujtës në Gjirokastër dhe ndihet shumë mirë. Vendosi që ta filloj këtë udhëtim të kësaj shfaqje thellësisht dramatike, thellësisht emocionale, nga Gjirokastra, me besimin që pagëzimi që do t'i bëj dhe i bëri Gjirokastra kësaj shfaqje sonte ishte një shenjë që shfaqja do të udhëtoj. E nisëm nga jugu, kryesisht e nisëm nga veriu. Në jug vendosëm që të bëjmë edhe të kundërtën, sepse të gjithë të rolet janë të teatrit, të gatshme të aparesin teatri. Shumë i kënaqur jam nga mënyra se si komunikoj shfaqja me spektatorin. Shumë i kënaqur nga spektatori, nga dorëfikitet e tij të ngrohta. Në fund edhe kam fjalët më të mira për 4 shene aktorëve. Një 4 që shumë e re për këtë barë të madhe. Por sfidat janë në ADN-n e teatrit Shëtitës. Sfida në organizim, sfida në financim, sfida në temat, në veprat, sfida edhe me aktorë të ri. Kjo shfaqje sot tregoj që teatri shqiptar ka aktorë të shkëlqyer. Teatri shqiptar, pavarësisht nga kaosi ekzistencial në cilin jemi zhytur, do ketë një
një të ardhme shumë të mirë me këta aktorë. Rendi i ri nuk është vetëm një dramë me konflikte të forta, është një përpjekje për të reflektuar mbi çështje që sot prekin shumë prej nesh. Humbjen e sigurisë ekonomike, drejtësinë, marrëdhënie ndërpersonale në kushtet e krizës, pas premierës së mbrëmshme, publiku gjirokastri do të ketë mundësinë të ndjekë shfaqjen edhe sonte në të njëjtën skenë.